Përshëndetje miq, sot është një temë në lidhje me efektet e ënës së plot në Bricjap në 30 qershor. Do të ndihet kaotike, do të ndihet dhe konfuzion. Mësoni që në anë dhe në këtë rast është që duke qenë e plot, gjithmonë është intensive dhe na sjell në këtë rast duke përjetuar konflikt në lidhje me mendjen dhe me shpirtin ton, ndryshe arsyeja dhe emocionet. Ndërkohë, gjatë kësaj kohe mund të ndjeni që jeni ndoshta pa gjumësi, ndoshta në lidhje me atë që jeni në lodhje me energjinë, pra ndjeni lodhje, sikurse edhe dhimbje koke e tjera. Ndërkohë që ëna e plot është që na sjell trazira në brendësi, pra ka të bëjë me emocionet tona, ne jemi ujë, ne jemi 55%, 70% ujë, dhe në këtë rast është që na sjell, pra ndikon në emocionet tona dhe e gjitha bëhet, është nëna shëruese, dhe e gjitha bëhet që ne të arrim të kemi një zhvillim në vetëdijen tonë për të kuptuar nevojat dhe emocionet tona për të plotësuar ato që ne ndrojmë dhe ne dëshirojmë, dhe në këtë rast na ndihmon që ne të arrijmë në drejtshmëri, në ndjeshmëri të lartë. Është hënë që bie në fund të sezonit të verës, ndërkohë duke qenë se është në shenjën e Bricjapit, Bricjapi është elementi i tokës, pra është ne jetojmë në këtë tokë, dhe në këtë rast është që ka të bëjmë që na fton ne të përqendrohemi në punën tonë, në karrierën tonë, dhe sigurisht për këtë jeni të ftuar që të gjithë që të dëgjojmë zemrën tonë. Një mantër e mrekullueshme për ju është që të lidheni të dëgjoni zemrën tuaj, dhe kjo mantër është: unë thras zemrën time të dëgjoj atë që dëshiron dhe unë plotësoj nevojat e saj që të arrijë në botën e bukur të lumturisë së jetës. Mbajni shënim këtë dhe thueni me hënën e plot, dhe të kuptoni që duke dëgjuar zemrën tuaj, do t'jeni në gjendje të arrini të kuptoni se nuk jeni vetëm, ne ndihmojmë të arrini që të zhvilloni, pra në lidhje me punën, karrierën, projektin tuaj me një vizion afatgjatë për atë që dëgjoni zemrën tuaj. Ndërkohë kjo do t'ju bëj që ju do të arrini me këmbgulje, me punë të palodhur, pra hap pas hapi për atë që bëni sot, për atë që ndjeni me zemër, me kënaqësi, dhe sigurisht ndoshta e ndjeni që doni ta merrni seriozisht, po shënim. Jeni të vëmendshëm se ndoshta ju vijnë pengesa, ndoshta ju vijnë edhe konflikte të tjera, këto gjëra kanë ndodhur me mua dhe vazhdojnë akoma, ju lutem, jeni të vëmendshëm, por të kuptoni që këto pengesa vijnë me qëllim që ne të lidhemi akoma më shumë me brendësinë tonë, dhe ndoshta keni akoma emocione në brendësi të trupit tuaj që kërkojnë të përpunohen, pra në lidhje me nevojat, me të vërtet nevojat e shpirtit tuaj, dhe kjo është jo vetëm nga ana emocionale, por dhe nga ana e besimeve kufizuese, që mund të jetë frika, që është iluzion, pra frika e dështimit, që qofse fillon diçka në çdo aspekt të jetës, por në këtë rast po flas edhe në lidhje me punën, me projektin, me karrierën tuaj, pra frika e dështimit, dhe këtë e bën iluzioni i mendjes, pra se mendja kërkon rezultat, pra nëse unë filloj këtë, po sikur të dështoj të tjera. Sigurisht dyshimet nuk janë, frika nuk të bën që të ecësh përpara, të realizosh atë që dëshiron. Dhe tjetra është, ndoshta ju e ndjeni, sepse një pjesë nga ne, si puna ime, ne kemi eksperiencën e jetës tonë, pra dhe në këtë rast e ndjeni që shpirti ju tret ka dhe një mënyrë tjetër të jetës, dhe sepse kemi eksperiencë, por çfarë ndodh duke qenë se jeni moshmadore, plakja,
ose keni probleme shëndetësore, ose ju mungojnë burimet financiare, nuk e vazhdoni. Pra, kjo është, nuk arrini pra, të realizoni atë që ndjek në brendësi të shpirtit tuaj. Mësoni që kjo është, në qoftë se ju ndjeni këto gjëra, do të thotë që ndjehet kaotike, ndjehet konfuzion. Prandaj ne këtë mund t'i ndjeni këto gjëra. Ndërkohë shenja e dytë është që Bricapi është një energji toksore, udhëheqet nga planeti Saturnit, i cili është planeti karmës dhe pra në kuptimin karmës së vjetër, ndryshe quhet edhe ajo që shpesh është ligji polariteti që na udhëheq, që ka dhe në këtë kohë. Ju e dini, ka diell, nuk ka diell, shkoj ftohtë, shkoj ngrohtë. Pra dualitetin me telefonin, e mbylli me hapin. Pra çdo gjë, edhe ne vetë si shikojmë gjërat, si e shikojmë marrëdhënien, e shikojmë me syrin e zemrës, pra me ndjenjën e zemrës, apo me syrin e botës së jashtme, pra ta krahasojmë marrëdhënien tonë se tjetri përballë teje e ka barin jeshiljet tonë, më mirë që të gjithë ne kemi problemet tona. Pra varet se si e shihni ju marrëdhënien tuaj, e shihni me syrin e mirësisë apo me syrin e asaj që nuk shkon. Por shënim, nëse diçka në marrëdhënien tuaj apo në punën tuaj, për karrierën tuaj nuk shkon dhe ju e kuptoni që diçka është, pra ju jep stres, të kuptoni që keni akoma emocione të papërpunuara në brendësi të trupit tonë, pra në mënyrë të pavetëdijshme, ashtu sikurse dhe nga ana mendore. Pra kjo është që hëna e plot sjell konflikt midis mendjes dhe shpirtit, apo arsyes dhe emocioneve tona. Mësoni me shenjën e Bricjapit, çfarë do të arrini është që Bricjapi kërkon siguri, dhe që të gjithë e duam siguri në punë, në karrierën tonë, sepse zona. Ajo që jeni duke ndjerë është që Bricjapi është këmbgulës, është serioz, është praktik, është i thjesht, është me strukturë dhe kërkon që gjërat t'i zgjidhi me afat gjatë. Ndërkohë të kuptoni që vetë Bricjapi ka energji të ulët si çdo shenjë. Në fundit ne jemi që njerëzore, ne nuk jemi perfekt, ne mësojmë gabimet, mësojmë, rritemi dhe kjo është që ne vazhdojmë jetën. Pra kështu i jemi të krijuar, hap pas hapi, ne gjatë me mishërimin në tokë dhe vazhdim të jetës tonë, ne rritemi çdo ditë, po nëse ne do të rrim në zonën e reaktis dhe do të vazhdojmë me gjërat që kemi marrë nga të parët, këto janë që ndjehen në këtë moment me ju, nëse ndjeni konflikt, kaos, është sepse në mënyrë të pavetëdijshme kemi bërë gjëra dhe në këtë rast, duke qenë se Bricjapi është, pra, ka këtë energji të ulët, sepse nuk ndjen emocionet, nuk i ndjen se është praktik, është toksor, pra është këmbgulës, do të vazhdoj të punojë të tjera, dhe këtë e kemi pas që të gjithë, dhe pse punojnë fort përsëri me zjarim gjërat, është kjo ndodh sepse një nga cilësitë e Bricjapit është që është shkëmb, pra është këmbgulës dhe shpesh dhe i ashpër me të tjerat. Përfaqëson figurën e babait dhe ndoshta shënim për një pjesë nga ju, ndoshta ka qenë një prind që nuk ka qenë me ju emocionalisht i lidhur. Dhe sigurisht, sidomos gjeneraca ime, prindrit tanë nuk dinin se si të ndjenin, të jepnin emocionet e tyre. Dhe kjo është që njihet si figurë e babas, i mbanin këto emocione. Kjo është energjia e ulët e Bricjapit, se i mbajnë këto emocione. Dhe kjo është që si fëmijë ne nuk e kemi ndjerë ngrohtësinë. Sigurisht unë kam pas marrëdhënie të mrekullueshme me babain tim, ndoshta dhe një pjesë nga ju, por ajo që mbaj mend nga babai im janë dy gjëra. Puthjen time kur u martova, më ka puthur në ballë dhe i ndjeja që buza i dridheshe, dhe e dyta me fëmijën tim kur linda, që ka pas mustaqe dhe e puthi në dorë, dhe aty kam thënë, wow, ti di ke të puthke,
ja i nxori shpirti, ti dike të putke, por mua si s'më ke putur njerë, vetëm të mbaj mend kur më pute në martesë. Gjithsesi, shpirti, ai ka qenë i mrekullueshëm, por shpirti në këtë marrëdhënie me babain ishte vetmja e mrekulli që ndjeva se i ngjaj shumë. E vetmja mrekulli që ndjeva nga ai ishte që më tregoi ndjej emocione Diana, sepse emocionet të çlirojnë. Dhe kjo është e vërtet, dhe prandaj jam këtu para jush, jo vetëm me babain, me nënën, me vllajën, me të gjithë që kam pas marrëdhënie me motra vëllezër, ashtu sikurse me miqt, me mësuesit e mi gjatë jetës, me çdo që kam patur, apo me ex partnerin tjera për të cilën u çlirova nga këto emocione, dhe sigurisht nuk janë vetëm këto marrëdhënie që kemi, por edhe shabllonët tona, vetë ne që kemi krijuar, sidomos unë nga ana e impulseve egoiste, ku ishte besimi kufizues, unë nuk do të lë kërkën të më lëndoj, apo besimi kufizues është turp të ndajmë, dhe pse e dija që marrëdhënia nuk shkonte e tjera. Gjithsesi, shumë gjëra nga këto i kam dhënë në videot e para, por të kuptoni që kjo është për arsye se për një pjesë nga ju nuk është përfshirë baba juaj, pra nuk keni ndjerë ngrohtësinë e tij si fëmijë, dhe kjo është ju mungon, pra ajo ndjenja emocionale. Kjo është që ne mbyllëm zemrën dhe filluam të veprojmë nëpërmjet impulseve egoiste, pra me krenarisë që tregova pak më parë. Ndoshta është që ju jeni që keni pas një prind që ka qenë shumë i fortë, kërkonte më tepër nga ju, nga ajo që ju mund të jepnit, dhe çfarë ndodh? Këtë lloj pra kërkesën ju e morët me vete, dhe kështu krijuam në lidhje me marrëdhëniet tona, pra të jem unë dhe pra dikushi, dhe kjo sjell që ne kemi marrëdhënie në çdo lloj marrëdhënie, pune, karriere apo kudo në çdo aspekt të jetës, që sjellin probleme, sidomos në lidhje, ndjet frika se mos humbës punën, frika se mos dështon, frika në lidhje me braktisjen në marrëdhënie e të tjera, pra në këtë rast në punë dhe në karrierë, por që të gjithë jeni unik, që të gjithë mund të lidhni edhe në marrëdhëniet tuaja, dhe gjitha është të kuptoni që këto gjëra që ne kemi pas lidhje në lidhje me babain ton, na sjellin probleme dhe në jetën tonë familjare, pra i kemi marrë me vete, sipas asaj që ndjeni. Pra nuk kemi ndjerë emocionalisht, por ndërkohë edhe në lidhje me atë që është kërkuar më tepër, dhe kjo është që ka sjell probleme në marrëdhëniet tona, edhe në këtë rast në punë, apo edhe në karrierë, apo në drejtimin e jetës, edhe pse kemi ëndra dhe dëshira, nuk arrim t'i realizojmë. Tjetër, shenja e tretë është kaosi ndjehet si rezultat i një planeti që quhet në mitologji është gjys kafsh, gjys njeri, dhe është Folus. Folus është për një moment na sjell, na zbulon diçka, pra bëhemi të vetëdijshëm për diçka, dhe kjo është që ne ndjejmë kaos. Pra është diçka e papritur që mund të ndodhi me ju, pra një krizë, asë çfarë do, dhe e gjitha është që krijon një çlirim të zinxhirit. Pra që do të thotë, ne kemi në trupin ton aq shumë emocione, sidomos gjeneraca ime e viteve 50 deri në 90, emocione, sepse ishte niveli i ulët, nuk dinim si t'i përpunonim pra emocione dhe jepnim përgjigje me impulset egoiste duke lënduar njëri tjetrin. Tani, duke qenë se jemi në një afat kohor, dhe Folus është zbuluar në vitin 1992, mbasi ne u liruam dhe nga frika e komunizmit, por kjo frikë që sidomos në popullin tim është akoma që e kemi, ku nuk jemi në veten tonë, e kemi akoma si në jetë mendore besimet kufizuese, ashtu edhe në emocionet tona, në brendësi të trupit tonë, për të cilën ne mohuam shpirtin dhe ne mbyllëm zemrën. Nuk është se u mbyll zemra komplet, por sepse ne marrim frym, por që nuk realizojmë ato dëshirat tona, dhe në këtë rast do të ndjehet kaos nga Folus, pra gjys njeri, gjys kafsh.
Unë do jap një foto dhe të kuptoni se unë kam folur shumë. Kjo është nga ana e astrologjisë, për të cilën folus është me ngjyrën e kuqe, dhe sigurisht ngjyra e kuqe përfaqëson dhe tokën mëm. Ngjyra e kuqe është që thot, ndalo. I dini semaforin, kuqa të ndalon, pra ndalo. Dhe jeshilja të thot nisu, pra me semaforin, pra nda janë ngjyra. Drita vetë është e përbërë nga ngjyrat. Dhe ne jemi dritë dhe kemi në zemër. Dhe kjo dritë që ne kemi në zemër është me ngjyrat e ylberit. Vetëm atyre ku ne jemi lidhur me zemrën tonë, ku ne kemi hapur zemrën tonë. Dhe kjo është që jemi në këtë shekull. Ne jemi të ndërgjegjësuar, pra me jetën në botë, se çfarë po ndodh. Por tani ne jemi të ftuar të lidhemi me veten tonë dhe në këtë rast edhe shenja e Bricjapit nafton se ka të bëjmë me ligjin e shkakut dhe pasojës. Çdo gjë që ka ndodhur me ne ka një shkak, pse jemi të smur, pse nuk realizojmë dëshirat tona, pse marrëdhëniet nuk shkojnë mirë të tjera, apo pse kemi frikë, edhe pse punojmë shumë në punë, edhe pse bëjmë një punë që punojmë me të vërtetë, pra edhe që na thitin energjinë, sidomos kur punoni për pronar, me pronare tjera, frika se mos humbisni punën e tjera, punoni edhe me orë të gjata, duke mohuar jetën pra tonë personale, shtëpiake me fëmijët tanë e tjera, gjithsesi që të gjithë jemi unik, që të gjithë kemi hallet tona, problemet tona, që të gjithë pa përjashtim, sidomos gjeneraca ime. Mësoni që kjo polusi, pra është sigurisht ka lidhje me ky verdha është ngjyra është dielli. Pra është dielli i madh qendror dhe në këtë rast të gjithë planetin lëvizin rreth diellit. Po ta shihni, Polus është në jo rrumullat, po ka këndin si një vezë, dhe trupi jon, dhe ne kemi ardhur si një vezë. Gjithsesi që të gjitha këto ngjyrat e ylberit, pra edhe janë vërtet, janë që i kanë çdo planet, e verdha është planeti Saturnit, jemi në dy këmbët tona në tokë, ku ne jemi me veten tonë. Jeshilja është Urani, është zemra jonë ku ne hapim, është vlera jonë unike, fuqia jonë unike, ku ne jemi me të vërtet me zemrën të hapur, ndërkohë është kjo ngjyra blu, është planeti Neptun, pra që jemi lidhur me shpirtin, me yllin shpirtëror, ku ne jemi me të vërtet me shpirtin tonë, me atë që pse shpirti është këtu, sepse është me një mision dhe me drejtimin e jetës, është ngjyra që shihni e kuqa, pra është vetë Polus, sikurse edhe ngjyra me ngjyrën si quhet vjollc, ajo si Leila është planeti Pluto. Pra që të gjitha, pra ky Polus jap dhe figurë tjetër nga ana gjys njeri, gjys kafsh, pra i shikoni nga këmbët deri tek pjesët e barkut, është kafsh, pra ku është legeni, ku jemi të lidhur me tokën mëm, dhe çdo gjë ne jemi energji me gjithçka që ekziston, por ne jemi dhe me frekuencë të lartë, sepse ne jemi qenie njerëzore, që atë që ndjejmë ne e shprehim me fjalë, me mendime, me sjellje. Sigurisht dhe kafshët komunikojnë me njëra tjetrën, për shembull zogu ciu, dhe kur këndon në mëngjes do të thotë që po vjen herët në mëngjes, po lind dielli, po vjen një ditë e re e tjera. Pra çdo gjë ka një lidhje, edhe ne kemi ndër lidhje me njëri tjetrin. Mësoni që kjo Polus pra na sjell për një moment kaos, dhe mund të ndjeni në këtë kohë ngarkesë, kufizim, ndoshta pesimist, ndoshta të vetmuar, ndoshta inferiore të tjera, dhe në përgjithësi ndjehet sikur keni ngecur. Nëse kjo pra ju vjen tek ju, të kuptoni që kërkon, pra ndihet një lloj paralize, sepse në kohë që ju kërkoni të vazhdoni, pra atë që shpirti juaj në lidhje me drejtimin e jetës,
prap ju jeni si të paralizuar, pra keni ngecur. Në qoftë se kjo ndodh me ju, atëre është ju fton, pra kjo ndodh për arsye se në Britjap na fton ne që të vazhdojmë të lidhemi në brendësi me veten tonë, me qëllim që të ndjejmë nevojat dhe emocionet tona, qoftë në brendësi të trupit, qoftë në ana mendore, për arsye që ka akoma të papërpunuara dhe në këtë rast ndikon dhe planeti gjyq në astrologji, por edhe në ana shpirtërore, pra gjys njeri, gjys kafsh, që na çliroj nga zinxhiri, pra çliron emocionet tona, pra zinxhiri shkëput edhe për një moment ju e ndjeni veten që ndjeni të ndoshta dhe të lehtësuar, por ndoshta edhe që diteni përse ndodhi kjo, ose mund të ndjeni në krize tjera. Që të gjithë ne jemi unik. Nga ana mitologjisë njihet Nesus ka të bëjë me hakmarrjen, me tradhtin, është kolektiv. Sigurisht ne ndihmohemi në këtë kohë nga karma e vjetër, sidomos nga pararësit tanë, për arsye sepse niveli i tyre ishte ulët dhe tani ne ndihmohemi, është energjia në një nivel më të lartë të vetes tonë, por duke hyrë në brendësi, ne ndihmohemi që të çlirojmë këto, sepse janë energji, keni pas lidhje. Pra ajo që ka ndodhur, që shohim në botë, është që ne e krijuam. Ne me njëri tjetrin. Pra këto janë energji dhe sigurisht të kuptoni që ndërkohë është Shiron, shëruesi plagosur, për të cilën ne që jemi lidhur me shpirtin na shëron, na mbron dhe na shëron hap pas hapi të gjitha traumat, dhimbjet çfarë ne kemi, pra është shërues, prandaj quhet shëruesi plagosur, pra shëron, vazhdon. Dhe Folus është që na çliron, pra nga zinxhiri, na çliron nga ajo lidhja që ne kishim të marrë, sepse shpirti jeton, shpirti është i përjetshëm, shpirti në nënës time, i babas tim është ke unë, dhe këto marrëdhënie shpirti im me këta të dy, pra në kohën e vazhdimit të procesit të shpirtit, unë komunikova me këto mrekulli, edhe pse baba im ka 18 vjet që ka vdekur, ndërsa nëna ime vdiq vjet, por gjithsesi unë jam e çliruar nga këto emocione dhe të kuptoni që kjo është që nëse ju ndjeni kaos apo me të vërtet që ndjeni që ka konfuzion, vjen edhe se ju ndihmojeni edhe nga planeti Folus. Pra jeni të vëmendshëm, kjo nuk ka të bëjë që ne do të çlirohemi. Kjo është një mrekulli. Çdo mantra, unë lejoj gjithçka që më sjell shpirti dhe planoj që çdo gjë më çliron emocionalisht dhe shpirtërisht. Është një mrekulli, duke përdorur këtë, ti je gati, ti i përgjigje shpirtit, pra ti je i dorëzuar shpirtit. Tjetër është shenja, ju kërkoni strukturë, por është e vështirë, mund të ndjehet e vështirë, jo për të gjithë, varet si jeni. Kjo në plot ka lidhje me planetin Neptun. Dhe planeti Neptun është në shenjën e Dashit. Dashi është unë jam, ka të bëjë me fëmirin ton të hershëm. Është me atë që jo vetëm që është pra me vlerën e vet, por edhe është që kërkon të njihet në botë. Pra është i hapur, është mësoni që ju mund të ndjeni në këtë kohë nga njëra anë, ndërkohë që kërkoni strukturë në lidhje me punën, në lidhje me karrierën, në lidhje me fëmijët tuaj, pra e kërkoni këtë, dhe të gjithë e kërkojmë. Nga ana tjetër është ndjeni që situata për të cilën ju ndodheni, kudo në punë apo karrierë apo në familjen tuaj, ndjehet, pra ka një lloj kaosi, ka një lloj konflikti. Mësoni që nëse e keni këtë lloj konflikti, do të thotë që ju jeni akoma, pra edhe pse kërkoni paqe, edhe pse kërkoni pra siguri dhe kërkoni jetë pa stres, përsëri ju nuk e gjeni këtë qetësi. Atëre, në qoftë se kjo ndodh me ju, është
Kjo ju pengon që ju të realizoni ëndrat tuaj dhe qëllimin tuaj. Vëreni, tani po bëjmë punime, asgjë nuk ndodh pa qëllim dhe pse është e shtun, çdo gjë është ka lidhje, megjithatë unë do të vazhdoj, prandaj ju them kujdes me pengesat, kujdes me kaosin, konfuzionin, sa këmbgulës jeni ju për të vazhduar misionin, unë gjithmonë jam testuar, si në shërimin tim, si në dhënien e këtyre jam testuar, por unë do të vazhdoj, sepse kjo është zemra ime e thërret dhe bëj atë që unë bëj, pra jeni të vendosur, ndjeni atë që ndjeni, sepse e keni këtë fuqi, e keni këtë energji, dhe tjetër është në qoftë se kërkoni që të realizoni ëndrat tuaja, do të dëgjoni zemrën tuaj dhe të zgjidhni problemet me afat gjatë. Jo në momentin tani, pra për të zgjidhur një problem me një përgjigje të shpejtë, por shikojni me afat gjatë. Mësoni që në këtë rast, në qoftë se ndjeni kaos, mund të jenë që nuk kërkohet, nuk jeni akoma në lidhje me zhvillimin tuaj shpirtëror, nuk jeni në gjendje akoma që të krijoni, ashtu sikurse edhe ndoshta ndjej që duhet të uleni që të arrini të përmbushni nevojat dhe të ndjeni atë çfarë shpirti juaj ju sjell emocionalisht. Ndërkohë është që mund të ndjeni fajtor, sepse nuk po jepni siguri apo strukturë edhe fëmijëve tuaj, ashtu sikurse të jeni të vëmendshëm që ndoshta punoni shumë dhe keni harruar pra të merreni në këtë rast me fëmijët ose me partnerin tuaj, me jetën tuaj si ju e keni apo me veten tuaj, si ju e keni të krijuar, pra nuk po ja plotsoni atë që qëllimin dhe misionin e drejtimit të jetës tuaj, ndërkohë ndoshta jeni nuk jeni të vendosur, dhe ju mungon vendosmëria, qoftë në punën tuaj, qoftë në karrierë, qoftë në projektin tuaj, dhe kjo sigurisht ju sjell kaos, shqetësim, sikurse edhe ndoshta nuk jeni duke vendosur kufin kudo që të jeni, dhe përsa kohë ju nuk vendosni kufi, çfarë sjell? Jo vetëm që nuk respektoni veten tuaj, por dhe të tjerët nuk ju respektojnë ju, dhe kjo sigurisht ju sjell të ndjeni trazira apo kaos në lidhje me punën, karrierën apo në problemet tuaja, në marrëdhëniet tuaja e tjera. Prandaj në qoftë se këto ndjehen, çfarë kërkon shpirti juaj? Një hap mbrapa, të uleni me veten tuaj, me qëllim që të ndjeni ndjeshmëri në brendësi, çfarë ju sjell shpirti, por edhe në besimet kufizuese, sepse kjo ju sjell frikën e dështimit, frikën e humbjes, frikën e braktisjes, të angazhimit e tjera, me qëllim që ne të arrim në besim, në fuqi, në vetbesimin tonë, në fuqi, në paqe, në qetësi. Tjetër e pesta, kufizimet dhe ndjeshmëria juaj e lartë. Në këtë rast është që ndikon dhe planeti Saturnit. Planeti Saturnit është po në dash dhe sigurisht ju sjell kufizime. Dhe kush janë këto kufizime? Ndërkohë që ju keni bërë një punë me shpirtin tuaj, është që ju e ndjeni që keni detyrime të ndryshme në jetë. Le të themi si një prind ke detyrime, pra ju sjell një kufizim apo pengesë, keni detyrime në lidhje me fëmijët tuaj. Ndoshta ndjeni detyrime ndaj prindërve tuaj e tjera. Ndoshta ndjeni që keni kufizim në lidhje me vendin tuaj ose me personin që ju keni, ose pra nuk jeni i lirë për të bërë atë që ju dëshironi. Ndërkohë është që ndoshta e ndjeni në lidhje me, pra ndjeni të bllokuar në punë, ose në karrierën tuaj, ose në atë që shpirti juaj kërkon, dhe kjo është që vjen si rezultat. Ndoshta jeni që keni probleme me shëndetin tuaj, ndoshta keni probleme në lidhje me financat tuaja, apo edhe me plakjen tuaj. Gjithsesi të kuptoni që për një pjesë nga ju, ndoshta ato kufizime që ndjeni ju, e kuptoni që i ka edhe pra familja juaj, ose shtëpia juaj, pa njerëzit përreth vetes tuaj.
në qoftë se këto gjëra janë, ju jeni të ftuar që të jeni të vëmendshëm, të dëgjoni akoma më shumë ndjenjat tuaja, pra emocionet tuaja, mendimet tuaja, pra të jeni akoma të vëmendshëm, me qëllim që të vëdjesojni se nga ju vinë këto dhe ti pranoni me vërtetësi. Ajo që dojtë kuptoni, se prandaj jam para në këto video, është ju vinë nga marrëdhënie që ju keni me kë keni lidhje, miqtë tuaj apo familja juaj të tjera, dhe pa përjashtuar, ndoshta me atë që ju ndjeni dashuri, dhe në këtë rast edhe me flakën tuaj, me veten tuaj, me zemrën tuaj, pra jeni të vëmendshëm. Këto gjëra është në qoftë se ju bëni të vetëdijshëm, është që të kuptoni që ju ndihmojeni dhe këto do të zhduken hap pas hapi. Pra jeni të vëmendshëm. Ne ndihmojemi sepse ne jemi në këtë afat kohor dhe që të gjithë në momentin që ne jemi dorëzuar shpirtit, çdo gjë ku na drejton shpirti, ne arrim që të kuptojmë që gjithaj këto emocione që ju tregova deri tani, pengesa, do të zhduken. Tjetër është jeta e dashurisë, jeta e marrëdhënieve, jeta me përvojën e flakës binjake. Ndërkohë që planeti Xhuxh na ndihmon ne, pra për një moment na tregon atë që ne ndjejmë, pra ndoshta krizë, ndoshta atë që ti kërkon të dish, në qoftë se je dorëzuar shpirtit në lidhje me atë çfarë dëshire ka zemra, pra ne ndihmojemi, ndodh që ky çlirimi i energjisë, pra që na çliron trupi jon, ju bën që ju ashtu si ne nahën, na i zjeron ndjeshmërinë. Pra na bën akoma më shumë të ndjeshëm dhe kjo ndjeshmëri jini të vëmendshëm, sidomos në lidhje me partnerin tuaj, mund të jetë romantiku juaj, me që nëse se jeni në marrëdhënie dhe doni pra të vazhdoni, por mund të jetë edhe me flakën tuaj, pra përvoja me flakën tuaj, me zemrën tuaj, me shpirtin tuaj, me dashurinë e vetes tuaj. Mësoni që kur kjo për ju që ka lidhje me drejtimin, pra çfarë të ardhme do të vazhdoni të ndjek, pra kush është drejtimi i jetës tuaj, është dhe në këtë rast në lidhje me marrëdhënien me veten tonë, është nga njëra anë ju do të kuptoni shënim, jeni të vëmendshëm, nga njëra anë njëri nga ju nuk guxon që të marri veprim. Pse? Mund të jetë mendja, dhe në këtë rast është sigurisht që është mendja, sepse është frika pra për të marrë në lidhje me drejtimin, për marrëdhënien tënde, për çfarë kërkon shpirti juaj në drejtimin e jetës, për të dëgjuar zemrën, sepse nuk guxon, frika e dështimit, frika e humbjes, frika e braktisjes e të tjera, pra në lidhje me marrëdhënien, ashtu sikurse edhe ju bën që të ndjeni në këtë rast kur ndodh kjo, edhe që është frika, sigurisht që ndjesh pesimist në marrëdhënie me veten tënde dhe ndoshta dhe ju bën që të ndjeni vetë vetmuar. Tjetër çfarë ndodh në lidhje, kur them njëri person do të thotë ju me veten tuaj, ju dhe me të tjerët, sepse kjo është marrëdhënia. Ne me të tjerët ka të bëjmë me shpirtin binjak. Pra ne kemi në këtë trup dy shpirtra, në njërin anë marrëdhënie që ne kemi patur me të tjerët, por nga ana tjetër edhe me veten tonë, sepse ne nuk kemi qenë të vërtet me atë çfarë ne jemi në të vërtet. Dhe në këtë proces ne çlirohemi nga këto, prandaj në këtë moment çfarë po ndjeni është jo vetëm me shpirtin binjak, ne me të tjerët, pra shpirti me mendjen e të tjerëve, sepse e kemi në kokë, por dhe me vetë me ato që ne kemi krijuar vetë. Në këtë rast, me hapjen e zemrës tonë, me lidhjen me veten tonë, me dashurinë hynore që është zemra. Gjithsesi, është tjetra, mund të ndjeni vështirësi
në kuptimin që njëri, pra ndjehet vështirësi, njëri prej jush, pra është që mund të shoj potenciali ke tjetri. Pra mund t'jetë shpirti, mund t'jetë mendja, jini të vëmendshëm. Pra njëri she potencial, pra ke potencial, por është tjetri që shikon, lufton për potencialin e vetë më të lartë, ndoshta shpirti kërkon pra atë që është me të vërtetë që ke ardhur me një mision dhe me një drejtim dhe e ke në zemër. Pra në njëni krah është mendja që kujton, okay, unë kam këtë potencial, shpirti që të tregon, të lufton, që të drejton, të arrish në vizionin, në drejtimin e jetës, me afat gjatë, hap pas hapi. Pra jo direkt të marrësh rezultat. Dhe Roma nuk u ndërtua për njerë. Dhe në këtë rast, në qoftë se kjo ndodh, çfarë ndodh kur janë këto, pra që nuk jeni të përcaktoni, është që ju ndjehet frika e dështimit, frika e inferioritetit, pra mund të jetë shpirti që kërkon, por është mendja që shënime, jeni të vëmendshëm, jeni ju që do ta zgjidhni që ju sjell të kërkon rezultatin, apo të bën që të ndjesh inferiore për të vazhduar drejtimin e jetës në lidhje me punën, me karrierën, me projektin, apo dhe në marrëdhënie, sepse që të gjithë jeni unik, për atë që shpirti ju ka sjell këtu me një mision dhe me një drejtim. Ndërkohë është ndoshta njëri, ose që të dy, pra qoftë mendja, qoftë shpirti, pra shpirti juaj, vetja juaj, me përvojën e flakës tuaj, apo dhe me shpirtin binjak, është që kërkon ti kujdeseni për fëmijët tuaj. Dhe kjo mund të ndodhi, por të jeni të sigurt që në qoftë se ju ndjeni të shqetësuar, në qoftë se ju ndjeni të kufizuar, në qoftë se ndjeni pengesa e të tjera, është sepse kjo ndodh që nuk jeni të lirë, nuk e keni liruar personin tuaj, veten tuaj, zemrën tuaj. Pra ka akoma nuk jeni të lirë, dhe për këtë është për të zgjedhur me të vërtetë atë lirin që i përket zemrës tuaj, ju fton që të uleni, pra kjo në plot, ju fton përsëri që të uleni me veten tuaj, të ndjeni nevojat tuaj, të ndjeni emocionet tuaj, të dëgjoni shpirtin në momentin prezent, të vazhdoni zhvillimin tuaj shpirtëror për atë që ju sjell shpirti, me qëllim që të arrim të ecim përpara me bukurinë e jetës, se ka dhe një mënyrë tjetër të jetës. Prandaj që të gjithë dhe në këtë moment në 29 jeni të vëmendshëm, sot është data 27 dhe 2 ditë vjen planeti Mërkurit, që është në shenjën e Akrepit dhe sigurisht është për komunikimin. Mund të keni pengesa, kujdes me udhëtimet, kujdes çfarë keni rezervuar, bëjeni dhe këto nëse keni arritur këto 2 ditë dhe jeni të vëmendshëm, sidomos ne që jemi lidhur me shpirtin, në lidhje me këto ngacmime që mund të ndini në komunikimi, si komunikon me familjen, me fëmijët, me veten, me punën, me kolegët e tjera, apo me zemrën tuaj, me shpirtin tuaj për drejtimin e jetës, ndërkohë edhe jeni të vëmendshëm se është edhe në 30 edhe planeti Jupiteri, që është i zgjerimit i fatit ton, i zgjerimit e energjisë, në luan, që në qoftë se ju jeni lidhur me flakën tuaj, keni këtë eksperiencë me flakën tuaj, por nuk jeni akoma, pra jeni në situash, nuk e keni arritur akoma veten tuaj, ose ndjeni që jeni me të vërtet një me energjinë e universit, atëre këto 2 muaj, 3 muaj deri në 8 gusht jeni që do të arrini të jeni dhe luanisha të lidheni me shpirtin, me yllin shpirtëror. Sigurisht që të gjithë e dini se ku jeni, se ku ndodheni, pra kjo është pak a shumë hëna e plot për të cilën ju ndihmon me efektet e saj të arrini të lidheni me zemrën tuaj. Ky është afati i kohë që ne do të lidhemi që të gjithë zemër me zemër, por pa në prekulliri, thjesht të dëgjojmë shpirtin ton, ku na drejton, dhe ne nuk jemi vetëm, ne ndihmojmë nga angjëjt, mjeshtrat, kryengjëjt, fuqitë e larta jashtëtoksore, të pastra, për të cilën ku ne i dorëzohemi shpirtit, ne shpirti na drejton dhe ne marrim sinkronizime nga më të ndryshme, që ne bëjmë wow,
edhe këto në ndihmojnë që të arrijmë hapasapi në drejtimin e jetës tonë me vizion largpamës. Dhe me mua mirupafshim deri në video tjetër. Faleminderit.